Ideja është këtu. Unë kam përshtypjen se Egli kur ka dalë jashtë ka bërë një rezume me veten. Ja ka hyrë, ka parë jetën e Gjestit, Big Brotherin e Gjestit, ka parë lidhjet që Gjesti ka pasur, domethënë ka filluar dhe ka bërë atë lidhjen e djellzës. Dhe ka thënë, kjo femër, këtë djalë e ka dashur. Ky si është sjellur me këtë? Ky është sjellur keq. Ka qenë kjo tjetra, lidhja tjetër publike, Gjeneta. Kjo si është sjellur me këtë? Kjo është sjellur shumë keq. Po ky çka ka pas bërë? Ky ka pas vdekur për këtë. Dhe ka thënë me vete, pse mos bëj dhe unë? Po të njëjtën gjë, çfarë ka bërë Gjeneta, pse mos ta bëj dhe unë? Egli për mua në këtë rast është duke u hakmarrë në një mënyrë, mos të them që mund të ketë patjetër dhe një lloj, të paktën në optikën time ose në syrin tim, mund të ketë edhe një lloj, si ta them, këshillimi me Gjenetën, se si ajo duhet sillet me Gjestin për ta bërë Gjestin, për ta rënuar dhe për ta shkatruar, një lloj siç rënoi dhe shkatroi Gjeneta në Big Brother VIP Kosova për sa i përket pjesës lidhjes. Pra ju po thoni që ka pas një lloj konsultimi. Mua më duket sikur, nuk po them që ka pasur, po mua më duket sikur ka pasur një lloj konsultimi, sepse Egli tani po sillet një lloj sikur se Gjeneta në Big Brother VIP Kosova. Duke mos i dhënë vëmendje, duke i bërtitur, duke i thënë mu zhduk, mu largo, mu bë, dhe po shikoj një gjesti që është më i varur ndaj Eglit, që po i lutet, që po i shkon nga pas. Kështu që kam përshtypjen që ose edhe sikur të mos ketë pasur, diçka të tillë do e ketë mbatur dhe do e ketë bërë. Elton, po lojën që po bën Gjesti në raport me Eglin kohët e fundit pas rikthimit, si u duket, ka ndryshuar ndonjë gjë? 100% pra. Është ajo që po themi. Nëse deri dje ishte Egli që i shkon nga pas Gjestit, tash i kemi Gjestin që po i shkon nga pas Eglit. Dhe madje është një lloj e shkuar nga pas, më keq se ajo që ka pas bërë Egli dikur, duke u lutur për të folur, duke u lutur për të luajtur njëri me tjetrin, duke i kënduar, duke ju afruar ore minutë vend e pa vend, kështu që ka ndryshuar, domethënë Egli ka ngrënë Gjestin, Gjesti ka ngrënë Eglin në këtë rast. Janë mëshiruar tek njëri tjetri. Elton, si e ke parë rikthimin e Eglit? A është i njëjti person, është rikthyer me tjera motive, pra ka një farë mlefi nga brenda, apo thjesht është ajo Egli që ka qenë më përpara dhe tani është rikthyer duke parë dhe opinionin e publikut? Dëgjoj, unë do të thoja, për shembull, do të isha shumë i lumtur nëse Egli do të ishte rikthyer me Eglin që ishte Egli kur hyri në shtëpi. Nuk e shikoj që është ajo, është një Egli krejt tjetër, është një Egli që është hakmarrse, është një Egli që ka hyrë me një qëllim të caktuar, është një Egli që ka dalë, ka bërë 9 ditë pushim, ka parë çfarë ka ndodhur, ka mësuar, është një favor shumë i madh që i është dhënë. Nuk e di, po nder më të madh se mund të jetë bërë një lojtar në historinë e Big Brotherit është vetëm Egli Tako, që në gjendjen që ajo ishte, doli, pa ç'bëhet, se çfarë bëheshe ja, çfarë thuheshe, ku ishte dhe çfarë duhet bënte për ta rregulluar. Kështu që për mendimin tim është futur thjesht për t'u hakmarrë ndaj Gjestit edhe Rozanës që do t'i marri vëmendjen komplet, sepse pasi e ka parë që këto janë lojtarët që kanë më shumë audiencë. Nga ditët e parë që keni parë në rikthimin e saj në Big Brother, a ju duket që mund t'i shkoj loja e hakmarrjes, pra mund ta çoj këtë lojë deri në fund, bën ndonjë hakmarrje? Hakmarrje po bën, për sa kohë ajo po e mban larg Gjestin, për sa kohë po sillet, është ajo që kam thënë edhe një herë tjetër, dashurinë dhe urrejtjen e ndan një fill shumë i hollë. Kam përshtypjen se tash jemi në atë, ka kaluar në kahun e sado që ajo thot kam ndjenjë, po brenda vetes saj patjetër që ajo ka dhënë urrejtje, ka dhe pak nerv, ka dhe pak mllef për atë që ka kaluar, se nuk është pak. Një femër që është trajtuar si e dashura e dikujt gjatë tërnave dhe një femër që gjatë ditës ishte sikur ishte askush në atë shtëpi, kështu që normal që ka mllef, ka urrejtje, ka hakmarrje, prisja shumë më shumë fakt se sa kaq. Mbase kjo është mënyra që ajo ka zgjedhur për ta bërë mbase shkallë këtë gjë. Po refuzimet, mënyra se si ajo po i flet Gjestit, mënyra si e largon, mënyra si po e trajton, një lloj si Gjesti ka pas trajtuar atë. Me sa duket ka parë Big Brother VIP Kosovën, ka parë se si Gjeneta ka trajtuar Gjestin dhe ajo po bën po të njëjtën gjë, po e trajton Gjestin një lloj siç e ka trajtuar diku Gjeneta. Eltona, mendon që publiku do e kishte mbështetur akoma më shumë nëse Egli nuk do futej përsëri në Big Brother dhe duke parë publiku si një viktim, le të themi, thonjza, do vazhdonte ta donte akoma më shumë, ndërkohë që tani ndoshta mund të kthehet viktim Gjesti.
Më ka bërë diçka për shtypje. Momentin kur Egli ka dalë nga shtëpia, ka qenë duke 100 e ca mijë followers dhe 2 ditë më vonë ishte diku ke 361.000 followers. Ndje kam qenë bashkë me Ronaldo Sharka në Top Albania Radio, kemi bërë top 5-in e followersve të ndjekësve sa kanë fituar dhe sa kanë humbur dhe Egli rezulton ka humbur diku ke 40.000 ndjekës. Kështu që me sa duket njerëzve i ka pëlqyer viktimizimi i Eglit, i ka pëlqyer pjesa ku Egli ishte viktim, ku ajo ishte duke vuajtur. Të gjithë e dim që lajmet që shesin më shumë janë lajmet e kronikës zezë, janë lajmet ku njerëzit vuajnë, ato janë lajmet që klikohen më shumë. Aty është kurioziteti më i madh për të parë se çfarë po ndodh me këtë njeri, aty është kurioziteti më i madh se çfarë ajo do shkruaj, si ajo do shprehet. Kështu që rifutja po, patjetër që i ka bërë dëm, paktën në këtë aspekt, në aspektin e lojës e theksoj që jo, sepse mënyra se si ajo po los tashti është goxha më mirë nga ajo nga ç'ishte, por kjo nuk është se po i vë dinjitetin asaj në vend, që të jemi të qartë. Për mua, unë e them dhe eri them, nëse unë do të isha familjar i Eglit, unë nuk do ta kisha lejuar të rifutej brenda asaj shtëpie ku u shkatrua. Unë përfundimisht do ta kisha larguar madje për një periudhë kohë jashtë ekranit, të kishte marrë veten, siç ishte dashur dhe atëherë kur pati patur atë lidhjen tjetër me Olsi Bylykun, pati një largim, reflektim, ishte përmirësuar, ishte shumë mirë doli, hyri në Big Brother, ishte perfekt kur hyri, që doj, kështu që kam përshtypjen ka hyrë përveç hakmarrjes, është edhe kjo, mbase janë të dashuruar me famën. Eltona, a ndoshta ka qenë një këmbgulje produktsionit apo ishte një dëshirë e Eglit që të bëjë ky rikthimi? Produksioni nuk ka, dëgjoj, produksioni në qoftë se ka diçka korrekte, është produksioni. Produksioni në të tilla raste, jo vetëm që nuk të këmbgul, sepse ti se ke ide se sa e gjatë është radha për të hyrë aty brenda. Sa shumë kërkesa ka. Nuk i intereson produksionit që ti lutet një X lojtarit të caktuar, e cila u shkatrua brenda asaj loje, ta rifuzi sepse do produksioni që ta shkatroj akoma dhe më tepër dhe bara pastaj i ngelet produksionin. Kështu që jo, nuk e besoj, produksioni nuk i është lutur, unë e kam hasur Eglin në korridoret e Top Channelit, është e vërtetë. Duke u lutur apo jo, pastaj kjo ishin pyetje të tjera, madje ka qenë Krisa Çavushi, një nga ish banorë, që ka qenë aty dhe ajo e ka takuar. Dhe duke qarë Egli Krisës i ka thënë që çam ka bërë ai mua, si u shkatrova unë kështu. Për gjestin. Kështu që jo, nuk ka lidhje fare produksioni, është thjesht një dëshirë e smur e Eglit për të hyrë brenda asaj shtëpie, për t'u hakmarrë dhe jo për të vendosur dinjitetin. Ndonjëherë të hakmerresh nuk do të thotë që ti vendos dinjitetin në vend. Dinjitetin në vend mund ta vendosësh edhe duke nditur jashtë, duke qenë e ftohtë, duke qenë konsekuente me veprimet që ti ke për të bërë. Ju tha që Egli po luan më mirë se ishte herën e parë. Jo, më mirë se tha me Gjestin, kur ishte e varur nga Gjesti, tani. Por jo më mirë se ç'ishte kur ka hyrë. Pra, në raport me Gjestin po luan mirë. Po, Pa në kishte raport me lojë Gjestin tjetër, po. a kishte lojë tjetër Egli përveç lojës me Gjestin përpara se dilten nga Big Brother? Po pse, dëgjoj, Egli ishte një nga banorët më të quotuara në fillim, që të jemi realistë. Ishte një nga vajzat më të artikuluara në shtëpi. Sepse ndoshta herën e parë, domethënë fillimet e kishte me një refuzim që i vinte ndaj Xumit, pra që Po, ja deshi fati që ta çonte në atë. dhe ngriti pak këtë. Po patjetër, i çoi Xumi ishte ai që i hodhi ujë mullirit të Eglit, ë. Egli fitoi goxha pikë atëherë. Pavarësisht se pastaj u ndruan rolet dhe Egli u bë Xumi e tjerë. Po, ideja është që do ndalem pak edhe te kjo pjesa e kësaj të Xumit, se pash edhe një reagim publik që kishte bërë Xumi, ku i thoshte për followersat që i kanë rënë apo për këto të tjera të manjakllëqet që më duken shumë gjëra pa vend tani, sepse këto gjëra janë ato që ka bërë Xumi dikur. Të njëjta gjë që ka kaluar Egli, Xumi e ka kaluar përpara Eglit, kështu që nuk ka pse ta përtasit Xumi fort sikur çfarë po i ndodh Eglit diçka ndryshe nga çfarë i ka ndodhur Xumit. Është fiks po e njëjta gjë çfarë i ka ndodhur Xumit. Kështu që më duk pak si absurde këtë dhe doja që ta prekja.